Është një tjetër histori që Adriana ka pas shumë vështirë, e ka rrëfyer edhe më herët, po besoj asnjëherë nuk është boll me ripërsërit për shkak se motivon shumë njerëz. E kam fjalën për xhirimin e filmit Kthimi. Një moment shumë i vështirë për Adriana Matoshin, po që i kam poshtë nështë sfidën për luftën me tumorit, njëtën kohë shtatzon, për njëtën kohë ka ditë nështë po me transmitu motivim për tjertë, inspirim, nështë edhe për persona, gra tjera që nështë në qatë gjendje sot, për atë arsye po kam qetë nështë me ripërsërit edhe një herë, pse jo se tash, Adriana Matoshi ka motivu gjithmonë. Faleminderit, po u kon një periudhë dhe jetës teme që nuk u kon e lehtë as pak, se jëm kon 7 zone, në fëmijën tem të 4. Edhe jëm kon, nuk jëm një mirë, po nuk e disha dhe jalesha qysh është e na. Hajtë se 7 zania, po më vjen me vjell mujnë e 6-7, që së normal, po jo me vjell normalisht, po shumë, po jalesh e kom pas një periudhë ku kom hongër karrota ton kohën, thësha mua garant diçka edhe është mbo dëm. Edhe e di që pa ta punu shumë qatë periudhë, se edhe ekonomikisht nuk jem konë qaq mirë dhe i kom donë zërë mi kry do borgje, mi la do borgje, mi hjek do obligime prej vetit, se punova qatë verë, edhe isha tepër e lumëtëm, po nështë presioni i madhë, edhe mënyra që shë kom përjetu që qatë periudhë të kohës nuk u konë e letë, po masi që u shlirova krejt, nuk u nisha onë e mirë. Edhe kom shku te mjeku, edhe kom kuptu, njëherë fillimisht jom tutë që dishka me bebën nuk është në regull, po e kom marrë vesh masanej që e kam një tumor. Edhe masanej, më thirë Blerta Zeqiri, po në nuk e kom marrë fort afër zemrës, se kom thonë, adin të na mjekt nuk ja qëllojnë, jënë të ledhë një me zveti, pa lidhje, se s'kom dash me pranune që ato. Që kjo është ajo nën vedia që lufton ashta ma shumë se sa vedin që e ki, edhe nuk ja kom pranu vetit. Edhe më thirë Blerta, fillimisht i thëmë jo, edhe jëmë konë në pushime dikën, masanej tash, nashta mërë është roli jam i fundit, hajta aloni dokument që fmite me bile e shohin. Edhe kërkosh nuk e ka ditë në set, ja kemi një zgjirimet krejt mirë, po në nuk isha halan atë fazën shumë të vështirë. E kemi gjiru, kanë zgjatë gjirimet dikon 3-4 dit nëse s'ka bëj, po e majnë men skenën, kur o dasht me më kap prej dhomës tjetër, me më kap, me më qu për krash, me më hypë në krevet, se unë kisha dhimbjet të jash zakonshme, unë menova që kom e lindë qatë natë. Edhe ajo skenë del skena ma e mirë skena kur unë e qeshi në krevet, nuk e di a e ke pa filmi. Po, të filmi Kthimi. Edhe realizohet filmi, kryet filmi shkon edhe futet në Sundance, në njonin prej festivalive më të mëdhaja në botë. Ta shkrejt këta u bëjshin gati me shku me marrë pjesë në festival, unë i bëjsha dokumentat gati, po me nej dokumentat. I bëjsha rezonancën magnetike, i bëjsha analizat e gjakut, edhe u bëjsha gati me shku me lindë, se njëjtën kohë kur ka pas me lindë Pinea, atje u majtë festivali. Edhe unë fillova mos me pa me njonin sy, fillova mu një pak marën, ma keq, se veç u keqësu pak gjendja, u deshke me lindë njëherë, masa nej me marë forcën, me shku me u operu. Edhe për mira pak ma shkurt, i kumbon e krejt këto punët për operacion, u dasht me lind me operacion, edhe mas 3 jave me njëherë me shku me lind, me u bo operacion në kokë.
Edhe na e kemi marrë venin e parë në atë festival, edhe më thirin prej Amerikës, Blerta, Blerim Gjoci, Keka, thojnë Adrian Urime, se kemi marrë venin e parë, edhe tash mu veç zonat ja unisha atëne, e unë veç sa patalint pinejen. Edhe u koni gëzimi jashtëzakonshëm, masane unë këtë procedura tjera për mu forcu, me shku me u bo operacion, po asë një moment nuk e kom menu që one s'ko me jetu ma, ose asë nuk e kanë ditë prente me kërkujt si kom të regu, kom dasht vetë me majtë dhimëtën edhe me thonë ka dalë se na njerëz jemi, s'mundjet për njerëz janë, po ti dush mu koncentru, mu forcu se ti dush me shku edhe me luftu, me shku me heko, se qa do që tëtë mjeku. Po, sinqeresht, edhe kur ki jet me jetu, Zotit të qënë të njerëzit e duhur, one me 2-3 mjek kom përfundu që aty ku duhet me përfundu. S'kom pas shumë me shku atje, edhe e kryva edhe këtë farë sfide, që one pe kalzoj kështu shumë me lule, adin mirë, se normal që ka pas vështërsi, kom pas dhimbje, mas operacioneve, kom pas asi, si loj me thonë depresion, se u bënën 4 fmi, plët dhoma me fmi, zhurma, edhe që adin shumë pak e kujtoj që atë periudhë kosë dhe për që të sen dje kom fol me qikën tem, tash ajo i ka 9 vjetë pineja, e tha pse mam ti mu nuk kom kujtën, hesh qysh ja kom nis me ec, qysh kom fillu me fol, se pinejen e kom krejt jashtë menimeve, qysh u rrit, qysh u zhagit, shumë pak majnë men për pinejen. E sot kur më vetë, dyqysh zdias që kam i këthy, po jam shumë e lumëtën që Zotim ka rikëthy njetë për me pa që ta shtu rrit pinejen e kaonën e pojkenin e udejnë, edhe unë jam aty për ata, kur ata kanë nevoj për mu. Edhe kam qef me i thonë krejt grave, burave, djemve, qikave treja që sfidat janë për njerëz, smundjet janë për njerëz, nuk dohet me i neglizhu smundjen, ose që shtojmë na, po më dhajmë pak qëto, po hajtë se s'po shkaj të mjeku, do të me shku se sa ma heret që ti e vrenë që i ki diqka, ka i laqë, përse të dhe sen. Edhe nuk do të mu dorzu në asë një moment, se pak me prej një gesht dhema, dhe është normal, po do të me te i kaluste, dohet.